Me rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Korçës është çelur një ekspozit ku janë rikthyer edhe një herë pas më shumë se 35 vitesh armatimi dhe objekte personale të disa prej partizanëve që kanë marrë pjesë në luftimet për çlirimin e qytetit më të madh në juglindje të vendit. Drejtoresha e Artit dhe Kulturës Zamira Kita ka bërë me dije se në këtë ekspozit janë paraqitur edhe disa punime në pikturë që pasqyrojnë ditën e çlirimit. Kjo ekspozitë sjell disa nga pikturat që trajtojnë temën e luftës antifashiste nacional çlirimtare, që ruhen me shumë kujdes në fondin e art të galerisë son të pikturave dhe jo vetëm Guri i Madhi. Sipas Kitës, në fondin e Galerisë së Artit ka edhe objekte të kësaj periudhe, si dhe piktura të periudhës së realizmit socialist, të cilat do të ekspozohen së shpejti pasi interesi është mjaft i madh. Gjithashtu kemi dhe objekte, të cilat janë objekte të Muzeut ton Popullor Historik Etnografik, i cili ende është i mbyllur sepse në së shpejti do të shelim muzeun e madh në qytet dhe është një muze që do t'i shtohet qytetit, një vlerë shtuar jo vetëm për turistët, por gjithë qytetarët e Korçës dhe qytetarët e Shqipërisë. Punimet e prezantuara janë të piktorëve të njohur korçar, Rafail Dembo, Roland Karanja, Habib Duro, Kristofor Naslazi e Sotiraq Sholla.